2008-ën. Është zhvilluar në Teatrin Migjen edicioni 4 të ceremonisë 10 më të mirat e vitit, organizuar nga Shkodra Sport. Në këtë edicion u nderuan veteranë të sportit, kontribues të aktiviteteve ndërkombëtare, talentet të vitit 2025 dhe u shpallën 10 më të mirët e vitit 2025, mes të cilëve emrat të shpikatur si Bekim Balaj, Franku Burraj, Meki Doçi, apo edhe ekipi vllaznisë të futsalës, drejtuesi i Shkodra Sport, Gjergj Shkola, tregoi me shumë detaje rreth kësaj ceremonie. Çdo lloj organizimit ka vështirësitë e veta, po kur ke partner, kur ke mbështetës, besoj se çdo gjë bëhet edhe më lehtë. Kuptoj që më lehtë bëhet edhe kur ke se çfarë të pasqyrosh dhe çfarë të promovosh, kur ke vlera për të pasqyruar. Ne kemi traditashme, është viti 4 që po bëjmë një aktivitet të tillë dhe padyshim që jemi krenar për atë çfarë kemi bërë. Po nderojmë veteranë. Njerëz të cilët janë harruar tek sporti dhe besoj që sot tashmë ato ndihen më të mirë ndoshta me një vlerësim që është bërë. Po nderojmë ato që konsiderohen talentet e vitit në sporte të ndryshme dhe kjo bëhet për t'i motivuar me tepër në mënyrë që ato ta vazhdojnë me të njëjtin pasion sportin për të dhëruar të tjera suksese Shkodrës dhe Shqipërisë. Po nderojmë edhe më të mirat, ato të cilët kanë bërë krenar Shkodrën, emrin e vllaznisë dhe besoj që duhet të jemi të lumtur sepse kemi shumë kampion me të cilët ne duhet të krenohemi dhe besoj që këto lloj organizimesh, këto lloj anketash besoj që janë një motiv edhe për sportistët, për trajnerët, për ekipet, për të bërë më mirë edhe në të ardhmen. Edhe sulmuesi i vllaznisë Bekim Balaj u shpall një nga më të mirët e këtij viti, teksa në fjalët e tij, kapiteni Kuqe Bluve tha se synon që shkodranët të fitojnë titullin kampion këtë sezon. Sigurisht është emocion i veçantë normalisht këy fundit, kur vlerëson Shkodra, duke pa edhe numrin e madh sportistave që ka. Futbollin, domethënë duke ditë edhe sa kritik është Shkodra për futbollin, se sa ndoshta deri diku e mërzitur është për mosardhjen e titullit prej shumë vitesh. Normalisht si futbollist dhe kapiteni i Shkodrës na bën një barrë e madhe që shpresojmë që kjo zgjatje të vi fundi dhe mendim të Zotit 2026 të jetë një vit i marrë për ne dhe ndoshta të realizojmë një dëshirë të gjithëve që s'na met të flasim shumë për atë pjesë, por që na met kena shumë punë për të bërë deri atë. Në emrat e 10 më të mirëve të vitit 2025 u shpallën edhe trajneri i boksit Lazarin Vila, Sajmir Laxha, Leonardo Çardaku, Arion Kajoshi, Kasandra Kovaçi dhe Robert Shestani.